Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet janë për Allahun, Zotin e gjithësisë, dhe salavatet e përzemërta mbi bulën e pejgamberisë Muhammedin alayhis salam në ditën e xumait të datës 14 gusht 2026 apo 1 Rabiul Awwal 1448 Hijri. Faktet që konstatojmë, vëllezër dhe motra, janë këto. Muhammedi alayhis salam ishte njeriu që njihte më së shumti Zotin xhaleshanuhu se sa çdo kusht tjetër. Ai ishte njeriu më elokent, më dashamirës, më i durueshëm dhe njeriu më modest në dinjitetin e tij. Allahu e bekoft dhe dhuroft për të paqe të përhershme deri në ditën e gjykimit. Nga ky konstatim ne nxjerrim disa mësime. Mësimi i parë është njohja e Zotit, që është dituria më e lartë dhe më e bekuar. Secili besimtar duhet të mësojë emrat e mrekullueshëm dhe cilësitë e larta të Allahut dhe lidhjen e tyre me aktualitetin e përditshëm. Për shembull, emri i Allahut Er-Rezzak, që do të thotë furnizuesi, e ushqen besimtarin me vetdijen se furnizimi i tij është në dorën e Zotit ekskluzivisht, dhe ajo që është e caktuar për te nga Zoti do t'i vijë patjetër dhe nuk e pengon dot askush, sepse urdhri i Zotit do të ndodh patjetër. Urtësia e tij do të dominojë gjithçka e askush nuk do të mund të pengojë bekimin e Zotit të madhrueshëm. Andaj, kur Zoti e thret besimtarin dhe besimtaren që t'i përgjigjet, ai apo ajo nuk thot jo se jam duke kërkuar rrezikun, jam duke kërkuar furnizimin, sepse e din, është i vetëdijshëm dhe e vetëdijshme se rreziku i tij dhe i saj nuk ka ku të shkojë, ai patjetër do të vijë te ky. Pra, nëse thirret namazi, i përgjigjet namazit. Nëse thirret për të agjëruar, ai apo ajo i përgjigjet agjërimit. Dhe nuk thot do ta bëj këtë më vonë, sepse e din se nëse njeriu e ndan kohën për të realizuar urdhrin e Zotit dhe kërkesën e tij, atëherë ai edhe ajo është e vetëdijshëm se Zoti do ta kompenzojë në kohën tjetër atë që njeriu, të cilin eventualisht edhe e mashtron shejtani, nuk i përgjigjet Zotit në atë kohë kur Zoti është i kënaqur. Këshilla e dytë që e nxjerrim nga ky konstatim është këshillimi i besimtarëve, që është një cilësi e njerëzve të mirë të Allahut. Pejgamberi alayhis salam na thot, askush prej jush nuk do ta plotësoj besimin apo nuk e ka imanin e vet të plot derisa të doj për vllahun e vet atë që don për veti. Si mund të doj më mirë vllahun ton? Si mund të dojmë diçka më shumë, diçka më bukur për vllahun dhe për motrën ton, se sa ta këshillojmë që të bëjë një punë të mirë apo që të largohet nga një punë e shëmtuar. Sepse nëse ai dhe ajo e bën këtë, ne ja kemi hapur atij dhe asaj rrugën drejt xhenetit, në të cilin pretendojmë që të shkojmë të gjithë së bashku e jo vetë. Dhe mësimi i tretë që nxjerrim, dobia e tretë që nxjerrim nga ky konstatim i sotshëm është se secili besimtar duhet vetes edhe të tjerëve t'i mësojë modestinë, që e karakterizonte vetë të dërguarin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Modestia është koka e vlerave. Ajo është e kundërta e mendimadhësisë, për të cilën pejgamberi alayhis salam thoshte, nuk do të hyjë në xhennet asnjë që ka në zemrën e tij mendimadhësi, qoftë edhe sa kokra e melit. Të jesh modest nuk do të thotë të pranosh që njerëzit të nënçmojnë, sepse modestia, vëllezër dhe motra, është nënshtrim i shpirtit. E këtë njeriu e bën vetëm për hir të Allahut, Zotit të gjithësisë. Sa më modest, aq më afër, jo vetëm Zotit, por edhe ndaj njëri tjetrit. Allahu xhaleshanuhu na mundsoft që t'i zbatojmë këto këshilla të pejgamberit alayhis salam, të marrim mësim prej tyre dhe të jemi sa më modest në jetën tonë si besimtar në këtë botë. Deri në perlën e xumas së radhës nga xhamia e Mezjahut në qytetin e Ulqinit. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.